Sot neve do fillojmë servite, data 11. Deri tani gjithë është e rregull, domethënë dita parë ne jemi gati për servite, ishte një pushim shkurt, por ishte mjaftueshme. Edhe gjithë ne jemi gati do fillojmë sot. Disa lojtarë ne jemi firmos, edhe deri tani jam shumë lumtur edhe kënaqur, sepse e di unë, stafi, direktorët, kemi nevojë do provojmë do formuar ekipi për Europë. Nuk është e kollaj, patjetër sepse nuk kemi shumë kohë, por deri tani klubi bëre një punë mrekullueshme, edhe deri tani ne jemi në rrugë duhur. Patjetër kemi nevojë ndoshta për 2-3 lojtarë të tjera, por ne jemi afër, nëse mund të them si kështu. Kemi çdo part në ekip kemi nevojë për një lojtar. Domethënë do fillojmë nga porta, një qendërmbrojtës, një mesfushor, një sulmues. Kjo është deri tani çfarë kemi nevojë. Tani varet edhe nga shorti, do shohim nga shorti, por mas nuk e di sa vit ne jemi në Europë, tani nuk mund të flasim shumë. Kemi nevojë për shumë punë, por do provojmë, do bërim një paraqitje mirë, edhe do luajm, do prezantoj futbollin shqiptar në një mënyrë tamam, si gjithmonë. Kjo është deri tani qëllimi apo objektiv. Pastaj e tash varet nga shorti, varet si do shkojë turi i parë.